Mirdita, sot duhet ndaj një problem që më vërtet më ka ngjallur shumë interes për vetë faktin sepse ka të bëjë me fëmijët. Profesioni im duke qenë gazetar më lidh shpeshherë të shkoj në shkolla të ndryshme, nëntëvjeçare apo dhe të mesme, dhe ajo që më ka rënë në sy është që në pushimin e gjatë shumë fëmijë të shkollave nëntëvjeçare, sidomos klasave të nënta, ku ka goca dhe djem, pinë cigare mbrapa shkollës. Pra, dalin pushim, janë një dorë që din njëri tjetrin, kalojnë mbrapa shkollës dhe fillojnë të pinë cigare. Kjo është një problem jashtëzakonisht shqetësues. Vajza dhe djem në atë moshë të pinë cigare, po më vonë. Aq më tepër që shkollat kanë rregullore, kanë norma, kanë mënyra të funksionimit, të edukimit, edhe shumë gjëra të tjera që janë interes të edukimit të fëmijës. Pra, në këto shkolla, a zbatohet rregulloria, a ka kontrole, dhe si zbatohen urdhëresat e ministrisë. Kështu nuk mund të ecet.